Me që po flasim për ligjet se ka një ligj që nuk ekziston, që është ligji për pasurit fetare në Kosova. Duhet bëhet ky ligj. Duhet të hyjë Bashkia Islame e Kosovës. Në fakt, momentalisht funksionon si OJC, por a duhet jetë, a duhet bëhet ligji, a duhet hyjë në kuadër të ligjit. Bashkia Islame e Kosovës është e Kosovës. Ne jemi hoxhallar të Kosovës, ne jemi shqiptar dhe shteti kishte më qenë mirë që me u marr edhe me ne, me u pagu për shtetit. Dhe nuk duhet me në lanë anash, po këto gjana le të mbesin mes edhe miftiut edhe qeveris. Mirë po duhet me pas ligje edhe për fin. A ka kërkesë për hoxhallarëve që të bëhet ligje për fin? Mendoj që ka pas kërkesë edhe ma heret. Por kur flisni me këta deputetë, ajo kërkoni që të hyjë kjo, të filloj si procedurë? Po se ka dy interpretime. Por që është shumë e nevojshme, por që ju të jeni pjesë e sistemit, edhe për çështjet e pagave dhe të pensionit të shumë çka tjetër që pastaj vjen si rezultat i asaj atij organizimi. Po ka edhe një tjetër interpretim që është ka kundërshtim për shkak se mund të bëhen shumë bashkësi fetare. Bashkësi fetare nuk mendoj që munden mu banë Kosovë shumë, se s'ka arsye. Tarikatet që mund të kërkojnë të regjistrohen secila vete. Tarikatet edhe janë ashtu. Ata tarikatet mes tyre kanë probleme, dërvesh të cilët janë në pjesë të ndryshme të Kosovës, po kur folëm bashkësi islame, e dim kush është bashkësia islame. Titullari i bashkisë islame dhe ombrella e hoxhallarëve dhe xhamive dhe shkolla fetare dhe fakulteti i studimeve islame, e dimi kush adresa. Është kryesia e bashkisë islame të Kosovës. Dhe këto tjera të cilat mundohen me funksionu në mënyrë vetanake ose në mënyrë të veçantë, atëherë është punë e tyre. Mirë po Kosova ka disa probleme. Shkon kapet atje me disa gjana të ndryshme, as e ka rregullu çështjen e shamis, sepse 95% janë musliman. As ka rregullu çështje të ndryshme, të cilat kanë të bëjnë me fen. Çfarë ndodh kjo me shamin? Pse po zgjatet kështu si muhabet? Po është krejt e pa kuptim puna e një bezit me qitë në krye një shami e një vajzë, që ma heret kem të folë për diçka që aj po donë, mos me kanë në kundërshti të dashnis ti, vullnetit ati personit, kër kem të folë për ato pikat trana, dhe tash kjo vajza, prej vullnetit saj, edhe obligim fetar, edhe miratim familjar, edhe knaqësi shpirtërore, dërme në gjitë një shamin i bezën ftyrë, ty që atë pengon zëtni. Pse nuk e lejen? Shkolla, që të shkolla tonat, a jenë tonat të burë. Qita ministra, e kryeministra, e presidente, a jenë shqiptar, a jenë musliman. Ty që atë pengon. A e kinë kry te, e kam kry unë. Në kokën e kujna është. Vajza është e jote, është e jemja. Atër të është një kohë në patë nësulmu në gjanat ndryshme, të është në gjanat krejt e pa nevojshme, këto debate, pa lidhje, pa kuptim, jemi në shekullin 21, jemi vitit 2026, besoj që kemi kalu bre gjanat të ndryshme,